Se ka ardhur koha që Sali Berisha të hapi krahun dhe të vi dikush tjetër për ta drejtuar PD-n. S'na interesoj fare ato gjëra. Po ti pse thua atë që thot gruaja? Si intereson asaj, kjo s'do thotë që s'intereson as ty. Po me gruaja në roj, nuk roj me Sali unë. Pas ka dërën e fort gruaja. Po. Për zotin çështje politike nuk kam të futen, po më merr me atë që ka kaluar atje dhe të futet dikush tjetër. Absolutisht jo. Po mirë, pse? Një ndër politikanët më të mirë të Shqipërisë. Për mua. Mendimi im. Je berishist. Patjetër. Dhe Saliu dhe Rama. Dhe Saliu Dhe Rama. Po kush duhet vi pastaj? Kush duhet vi nga këto të rinjt? Po PD-ja është një forcë që ka falimentuar, nuk. Shpresonja të Klliçi shumë të Klliçi. Pse shpresoj? Është djalë me integritet. Këto tjerë është. Pse jo, le të ikë Sali Berisha dhe të vi Klliçi. Po kush? Mendon që se bën dot Klliçi? Klliçi e bën, po ta lejojnë. Ta liroj fare, edhe ky tjetri gjati mos ta fare. Të dy, të vetë një njeri tamam saglam, jo një njeri që e bëni këtë popull në copa. Kuj ka pensionistët, gjithë të smur janë. Kuj ke rinin, kuj ka rinin. Ka nikur gjithë jashtetit e pensionistët gjelën këtu. Ja kjo është Tirana jonë, Shqipëria, si thënë. Kanë gjithë pensionistët gjyna. Qife unë? Me një pension qesharak, turp. Sa kishte vjedhur Belinda? Sa dush. Mbrë njëni tjetrin, vjedhe njëni tjetrin ato. Po populli, mirë populli, qatë paharë populli. Për ato kalamajt e shkret. Na vjekej për kalamajt, po neve e hëngrëm se e hëngrëm. Po fmit, ku është kjo qeveri? Qa mesazhi do i jepje qeveritarëve? Qeveritarët do të lironi venin, edhe të vetë një njeri tamam që është për të vënë. Sali Berisha është e keqja e opozitës dhe politikës shqiptare. Edhe Edi Rama, fatkesisht, por mbajtja peng e Edi Ramës dhe Belinda Ballukut është Sali Berisha. Sali Berisha është ai që përmban Edi Ramën në pushtet sot. Dhe do thoni përse, sepse Sali Berisha si politikan karriere është ai që i ka bërë të gjitha të zezat këtij vendi së bashku me socialistët. Dhe sot domethënë ata ndajnë pazaret, aktrojnë bashkë dhe fatkeqësisht sot Shqipëria po mbahet penga të dy politikanët. Dhe uroj që partitë e reja të bëhen bashkë, po jo me Berishën, sepse nëse do të vazhdojnë me atë intrigat e famshme të Sali Berishës, sepse dikush fshihet pas asaj forumi politik, atëherë është thjesht intrig për të ardhur përsëri Berisha për të herë të tretë në pushtet. Me zhvillimet e këtyre viteve të fundit, ose Berisha ka zhvlerësuar veten, ose grupi demokratik nuk i ka dhënë rëndësinë e dur në kohën e dur, se tani ati ka kaluar koha, por mbetet strateg i partisë së vet, po pamarësisht, por prapa ai duhet të lëshoj pozicionin për të qenë një i ri jo i ri si në moshë, domethënë 20 vjeç, 30 vjeç. Nuk është puna aty, po është të jetë i ri në ide.